me pas parasysh se çdo herë kur ti e lut Zotin tën, e para ti ke bo adhurim ibadet, e ke adhurue Allahun te bareke ve taala. E ke adhurue, ke madhuru Allahun, tu bu do, tu bu lutje, a ti pe bon do të lutjet për çka? Për veten tonë, për interesin tën. Për shembull me ta shtu diturin, o Zot çto ma dijen e dobishme. A është do po? Ku është interesi i kësaj? Është e dija me ta dhënë Allahut. Allahu po ta jep, amo ti ke adhuru Allahun. O Zot çto ma pasurinë e Allahut. Pasurinë e Allahut. Kjo është interesi yt. Po e ke adhuru Allahun te bareke ve taala. O Zot furnizom me evlad, vajza po djem qofshin të hajrit. Interesi është me lon trashëgimtar mas vetes, po. Allah po t'i jep, amo e ke adhuru Allahun te bareke ve taala. Pra, me pas këtë ndjenjë që ti kur e lut Zotin tën, çka? Ti e adhuron atë. E dyta, me pas ndjenjen që sa herë të lutsh Allahun te bareke ve taala, Allahu është i gatshëm. Allahu është pranë teje, ka me t'i largu vështërsitë, ka me t'i largu hallët apo brengat. Dhe largimi i tyne është premtim. Largimi i tyne është premtim nga ana e Allahut te bareke ve taala. E treta, paraqitja e brengës tek Allahu bëhet duke pas parasysh. Paraqitja e brengës, e hallit, e problemeve tek Allahu bëhet duke pas parasysh se ti, sado që i paraqet kërkesa Zotit, halle, brenga, mërzi, ti vesh afrohesh tek Allahu. Me qenë të njerëzit, ja paraqet një kërkesë një herë mirë, dy mirë, dikur tretën thët, po është Zotit shama derën, këshur me romet e tërkën, shka të tërkosht një mana, qa mu ke gjujt veç mu marë vla këtu? A është qështën? Pa. Ti apo menën të njetën në ty me të mshteta? Apo menën të njetën në ty me të dhona? E të Zotit sa ma shumë që e lutë, sa ma shumë problemet ja paraqet, sa ma shumë halët edhe brengat, ta afron Zotit edhe mangat. Edhe kur ta afron Zotin mangat, e ta afron, qa ka me të bo? Ka me të bo pej të dashërët të ti. Se edhe njeriu kër e afron t'i ka nga të vetit, e afron, e rrin me ta, e afron, bëhet mik, bëhet shak me ta. E katërta, kjo ndjenjë që ti kur mbështetesh Zotin, që ti kur e lut Allahun, është armë që mbrohemi me te nga armiku çfarë do të qoftë dhe kush do të qoftë ai, dhe është ndjenjë se ka me ardhur caktimi i dëshiruar prej anës së Allahut te bareke ve taala, dhe ka me largue kanë caktimin e pa dëshiruar për ne. E pesta, duke lut Allahun, duke u mbështetur te arrimi interesat të cilat ne i synojmë, arrim ato qëllimet e mira fisnike humane, edhe çka largojmë veten nga të këqinjët dhe largojmë të këqinjët nga vetja jonë. O Zot, runa prej të këqive dhe keqbërësve. As ti me lut Zotin, vëllon pe luti s'po largohen, e kjo gabim. Me thon pe luti Zotin, e s'po me largon Zotit të këqijat dhe keqbërës, kjo defekt në besimin tënë. Sa njerëz më i kena pas afer sot si kemi. One, ti, si kem do njerëz, do shok, e ti një pse? Që dhone dhe ju besoj që i bujmë da, thojmë o Zot, runën nga të këqijat dhe keqbërësit. Ata janë konë keqbërës, Allahu ti ka largue, ta shpësu mërzit ti, se me paskon ata bëm mirës, ti kishlon Allahu. Edhe mas një kohë ti e kupton që i po vallaj. Largimi prej ty në qenë ka hajr. Largimi prej ty në qenë ka në interesin tonë. E gjashta, robi angazhohet duke lutë Allahun për brengat hallet, duke lutë Allahun për mja falë në katët gjënahet, angazhohet me punë të veta. E kush angazhohet me punë të veta, e kush mirët me punë të veta, nuk ka kohë me u marrë me punë të huaja. Andaj pra, duke lutë Zotin, duke ju mbështet Zotit për veten tonë, edhe e lusi për mëkatet tona, edhe i paraqesim halët dhe brengat tona, na nuk kena kohë me u marrë me qile vë qalë, me thash e thame, edhe me u marrë me jetën private të tjerëve. Pastaj të nderuar vëllezër, nëse lusim kështu Allahun, është ndjenjë vazhdueshme, se ajo është i gjithfuqishmi, ati je i dobti.
Sepse ti nëse s'lutesh, edhe nuk përulesh në ruku apo në sejdë, apo nuk i ngret duart ka Allahu, ti e keni farë ndjenje që je dikushi, pas si e bre kërkushi.